Rina ka bo një sakrificë të jashtëzakonshme kur unë kom qenë edhe në doktoraturë. Shqyqoni, kur ka lind vajza jonë, unë kom qenë në Itali. Në ligjerat kom qenë kur ka lind vajza, në ligjeratat e doktoraturës. Edhe më erdhi mesazhi telefonik prej një shoqe të Rinës. Normalisht unë e desha që hyrin lindje, por mandej më erdhi mesazhi që urime gëzuar erdhi vajza në jetë, e kom rezervu biletën të nesërmën kom ardhur në Prishtinë. Pastaj më kthy prap në Itali, kohë mas kohe, vajzën e ka rrit Rina faktikisht për një kohë gjatë, vetë edhe me prindrit e saj edhe me prindrit e mi. Por e ka bo një sakrificë të jashtëzakonshme për familjen edhe më kam mbështet shumë. Edhe tash më kam mbështet në karrierën politike. Karriera politike është e vështirë. Këto pozicionet në alta politike. Pozita e nënkryetarit, ti e the shumë mirë Gzona më herët, do me thonë janë punë pa orar. Puna në Prishtinë o punë pa orar. Sepse gjithmonë ka ngjarje, gjithmonë ndodh diçka, gjithmonë ka nevojë për një vendimarrje, ka nevojë për një analizë. Dhe familjet e politikanëve, unë e para kam një ndjenjë të veçantë për ato familje, sepse sakrifikojnë shumë. Edhe Rina, edhe familja ime po sakrifikon, por kam mbështetjen e plotë saj dhe falenderoj shumë.